Besimi islam asgjë s'ka të bëjë me kulturën, traditën, historinë, duket e zakonet e tonë. Praktikja e Islamit. Pretendimi për të kthyer në fenë të parëve, e kështu me radhë, gjëra këto të cilat të shqiptarët nuk kanë qenë kurrnjëherë temë debatet. Unë menoj që këtë temë do të ndoshta veç në mënyrë satirike ose ironike me trajtu. Ndërsa në mënyrë konkrete unë për veti s'kisha pranu kurrnjëherë me ulë një tryezë me dikon edhe me thonë, hajde t'i qesim argumentet, ajo unë ma patriot ati. Të servohen gjona të liga, shumë të liga në emër të patriotizmit edhe të dashurisë, ose dashurisë ndaj kombit. A të përmendin jo, shumë të madhe besoj që kemi u pajtu. Praktikja e Islamit. Pretendimi për të kthyer në fenë të parëve, e kështu me radhë, gjëra këto të cilat të shqiptarët nuk kanë qenë kurrnjëherë temë debatit. Janë shumë destruktive, janë shumë përçarëse, janë shumë të rrezikshme. A din çka është më e rënda dhe më e rrezikshmja? Kjo po don me u servu popullatës në emër të patriotizmit. Ndërsa po shihet se një pjesë të madhe të atyre njerëzve, promotorëve kryesor, po i dalin rrojt pikërisht atje ku ata po pretendojnë se s'do të mi pas rrojt edhe lidhje, të fqinjë verior. Kështu që, okej, vazhdo ti me i çu projektet tua përpara, ama veç mos u mëno për i Zatë Zotit, mos u mëno me mishit si patriotizëm edhe si atë dashuri. E tash, a ka drejt secili? Për mu, ka drejt secili me zgjedh në çka don let besa. Mirë, po një gjë e cila për mu është e shenjtë, nuk du me ma prek. Edhe nuk du me më sha, me më ofendu në te. Për arsye se pastaj reagimi im do t'jetë i arsyesha. Ashtu sikur edhe unë pranoj që një gjë të cilën ti e konsideron të shenjtë edhe ajo për mu mundet mos me qenë me ndonjë vlerë të veçantë, megjithatë kur gjë s'u më kushton me të respektu.